Sa i përket konspiracionit është e vërtet. Ka një komplot në Partinë Socialiste. Darion Velia mund dalin në televizor sa të doj, mund mbjelli pemë sa të doj, po një ditë në një nga ato pemë do të varet. Duke punuar në grup, si një skuadër e vetme, të demonstrojmë se jemi të aftë, procedojmë penalisht çdo shkelës ligji pavarësisht pozitës së tij. Pas vendimit të apelit të posaçëm që lënë në burg Erion Veliajn, duket se ai ka humbur çdo mbështetje politike. Përgjimet e SPAK që zbardhen ditët e sulmit të tij final ndaj drejtësisë nuk e ndihmuan që të dalë i lirë. Partia Socialiste ka nisur të largohet prej tij. Edi Rama ka shpastruar bashkinë nga njerëzit e tij, ndërsa deputetët pro Veliaj nuk shihen më si kandidat të mundshëm për zgjedhjet e ardhshme. Dhe figurat të afërta si Arbër Masniku kanë neshur publikisht pas arrestimit të tij. Një mungesë të çdo influencer reale, vetmi hapësirë ku Veliaj përpiqet të qëndrojë në skenë është faqja e tij në Facebook, e menaxhuar në vllai i tij dhe pak bashkëpunëtor besnik. Në postimet e fundit bizutrojnë kujtime dhe periudhat të tij si kryebashkiak, festa popullore, këndë lojrash, rikonstruksione shkollash dhe projekte si kopshte, çerdhe dhe korsitë e biçikletave. Shumë postime janë përvoja po urime për festa fetare ku shfaqen krahas figurave publike dhe fetare. Ata shoqërohen me slogane për ndryshimin e Tiranës, punën e palodhur dhe vizionin për të ardhmen. Strategjia është e qartë. Veliaj kërkon të mbahet mend si kryebashkiaku që punoi pavarësisht akuzave të rënda për korrupsion dhe shpërdorim fondesh publike. Ai përpiqet të shpëtojë jo me pozitën politike tashmë të humbur, por çka mundet nga nderi personal. Në këtë kuptim Facebooku i tij është më shumë një betejë për dinjitet se sa për pushtet.